Kryeministri i Kanadas, Mark Carney, ka dhënë një mesazh të drejtë për qytetarët, duke paralajmëruar një ndryshim të madh në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Në një fjalim të regjistruar paraprakisht, ai theksoi se Amerika nuk është më partneri i dikurshëm ekonomik, por po vepron gjithnjë më shumë si një rival. Carney u shpreh se politikat e reja tregtare të administratës së Donald Trump përfshirë rritjen e tarifave në nivele të papara që nga depresioni i madh, po dëmtojnë sektor kyç të ekonomisë kanadeze, si industria e automobileve, çeliku dhe drurit. Sipas tij, kjo situatë ka krijuar një klimë pasigurie, duke bërë që bizneset të hezitojnë investimet. Kjo është një realitet i ri dhe Kanadaja duhet të përgjigjet, deklaroi Carney, duke shtuar se lidhjet e forta me SBA-n, që dikur konsideroheshin një avantazh, tani janë kthyer në një dobësi që kërkon korrigjim. Ai prezantoi gjithashtu vizionin e tij për të ardhmen, duke përfshirë ndërtimin e korridoreve të reja tregtare dhe energjetike, rritjen e kapaciteteve të energjisë së pastër dhe krijimin e një ekonomie të unifikuar kombëtare. Në fjalimin e tij, Carney premtoi gjithashtu se do të komunikojë më shpesh dhe drejt për drejt me qytetarët, duke mos zbukuruar sfidat me të cilat përballet vendi. Ai theksoi se qëllimi i tij është të krijojë një hapësirë ku kanadezët të informohen në mënyrë të qartë për veprimet dhe drejtimin e qeverisë në këtë periudhë të pasigurt. Kryeministri hodhi poshtë edhe idenë se Kanadaja duhet thjesht të presë që marrëdhëniet me SBA-n të kthehen në normalitet, duke nënkuptuar kritika ndaj kundërshtarëve politik. Sipas tij, brezat e rinj nuk e kanë përjetuar ditët e mira të vjetra, pasi janë rritur mes krizave globale, luftrave dhe pandemisë COVID-19.